Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës Agim Batiri ka dërguar një letër të hapur familjes Jashari duke bërë thirrje që një prej anëtarëve të saj të konsiderohet për postin e presidentit të Republikës së Kosovës. Letra vjen pavarësisht refuzimit të mëparshëm nga Murat Jashari, i cili bëri edhe thirrje që të mos përdoret emri i kësaj familje për betejë politike. Në letrën e publikuar nga Batiri, ai i drejtohet familjes emblematike të Shaban Jasharit, duke e quajtur institucion të moralit dhe qëndresës shqiptare dhe thekson rëndësinë e një figure që mund të bashkojë popullin përballë ngërçeve politike. Kosova sot gjendet në një udhkryq të rrezikshëm. Me përfundimin e mandatit të presidentes Osmani më 4 prill, vendi po mbetet pa krye fjalën e unitetit. Ky nuk është thjesht një tranzicion ligjor, por një rrezik për bllokim total të institucioneve, shkruan Batiri. Ai shton se vendi po përballet me izolim diplomatik, pasiguri ekonomike dhe largim të rinis, ndërsa skena politike është e ndarë në tabore që shpesh harrojnë interesin kombëtar. Prandaj sot me përulësinë më të madhe dhe me bindjen më të lartë adhetare, ju bëj thirrje. Kosovës i duhet një Jashar në krye të shtetit, njerëz të fjalës, të besës dhe qëndresës. Ju jeni e vetmja alternativë që mund të shëroj këtë ngërç, të kthej dinjitetin në presidencë dhe të bashkoj popullin rreth një figure që nuk e ndan, por e lartëson Kosovën.